Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të kësaj të diele në Kosovë kanë tërhequr vëmendjen e agjencive prestigjioze ndërkombëtare të lajmeve. Reuters përqendrohet tek rreziku i mos konstituimit të shpejtë të parlamentit që mund të bëjë që Kosova të humbë të paktën 1 miliard euro kredi ndërkombëtare përfshir 900 milionët nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Reuters shkruan se sfidë mbetet edhe zgjedhja e presidentit të ri në prill 2026. Dështimi mund ta dërgojë vendin sërish në zgjedhje. Për Associated Press, shqetësimi kryesor mbetet mbijetesa ekonomike dhe ikja masive e të rinjve. Pa një buxhet të miratuar për vitin 2026, ekonomia vendit por ushqet drejt një humnere sociale. Agjencia amerikane vëren se krahas tensioneve në veri, një faktor i ri është gatishmëria e Kurtit për të bashkëpunuar me administratën Trump për çështjet e emigrantëve. Në analizë thuhet se pa aleanca politike, asnjë fitues nuk garanton dot daljen nga ngërçi që ka mbërthyer vendin, ndërsa për politikon këto zgjedhje janë momenti së vërtetës për rrugtimin e ngrirë të Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Pas një viti paralize politike, Albin Kurti shihet nga opozita si një lider populist që ka izoluar vendin dhe ka rrezikuar marrëdhëniet me Pentagonin, shkruan Politico.